Ne do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun ton atje, Mahir Jangulli, pasi ka rrezik në një prej fshatrave në zonën e Matit. Marrim më shumë informacione se si paraqitet situata në këtë raportim të kolegut Mahir Jangulli. Përshëndetje Mahir, si është situata, ka familje që rrezikojnë pra nga rreshtet e dendura dhe a janë evakuar familjet në këtë qark? Po Lertil, përshëndetje, pra edhe qarku i Dibrës e përfshirë nga rreshtet të shumta të shiut nga nata e mbrëmshme, problematika pas bashkia Mat, pra në bazë të Burrerit, një familje është, pra familja Neli për 8 anëtarësh është evakuar nga forcat zjarrfikse ndërmarrë të pjesët, duke i larguar nga banesa për shkak të burbulit. Problematik ka patur edhe rruga nacionale Burrel-Smuraj, nuk ka pasur rrëshqitje burrë i lentër të rrugë. Në disa fshatra ka ndërhyrë bashkia për hapjen e rrugëve me padrona, pra duhet të thënë se forcat operacionale të bashkisë janë nga diferi për çdo rast për ta ndjekur nga afër problematikën. Problematika më e madhe është në bashkinë e Matit deri tani? Deri tani, pra problematika më e madhe është në bashkinë e Matit, pra si e thanë, edhe nga pamjet që një banesë është e përmbëtur nga rreshtet e shiut. Ndërkohë ka pasur problematika të tjera në njësi administrative të qarkut të Dibrës që nga bllokimi i rrugëve, le të themi dytësore, apo qoftë edhe i mungesës së energjisë elektrike përpos, le të themi rastit dhe evakuimit të familjes në zonën e Matit. Po, në Mat, pra ka pas edhe ndërprerje energji elektrike në dy njësi administrative të Delianit, ku forcat e OSHE-s po punojnë për riktimin e sa më shpejt të energjisë, janë në terren, pra dhe forcat e OSHE-s po punojnë për riktimin e energjisë. Në këto momente që ju po raportoni, Mahir, kanë pushuar rreshtet e shiut në qarkun e Dibrës apo vjojnë? Jo, vjojnë rreshtet e shiut, por në qarkun e Dibrës janë në intensitet më të ulët, pra përfshirë nga rreshtet të shumta është vetëm Mati deri tani. Ndërkohë, ka informacione për shembull në bashkinë e Matit apo në njësitë administrative se mund të kemi pezullim edhe të shkollave apo vjen normalisht mësimi pavarësisht situatës së krijuar? Mësimi vjen normalisht, por disa nga oborët e shkollës po janë të mbuluara me ujë. Edhe në bashkinë e Matit, pra disa oborët e shkollës janë mbuluara me ujë. E qartë. Mirë, faleminderit Mahir. Do të jemi sërish së bashku nëse do të ketë të tjera zhvillime nga qarku i Dibrës, ku është evakuar një familje me 8 antar, familja Neli, bëhet fjalë për në bashkinë e Matit, në fshatin Drit, ku rreshtet e dendra të shiut që ka nisur që prej mbrëmjes së kaluar kanë shkaktuar probleme të shumta në qarkun e Dibrës dhe më e prekur pra është bashkia e Matit, kur ka nisur dhe evakuimi një familje me 8 antar. Mirë, ne do t'jemi her pas